Tashme jemi afër kohës së Krishtlindjes, por pak para ditës së madhe të datës 25 dhjetor, të krishterët festojnë një moment tjetër shumë të rëndësishëm, e cila është koha e ardhjes. Le të shohim së bashku se për çfarë bëhet fjalë. Patjetër që gjaja e parë që na vjen në mendje është kurora e kohës së ardhjes, e cila është e përbërë nga 4 javë. Shumë familje katolike të shtunën në darkë ndjezin qiriun e kohës së ardhjes dhe këtë e bëjnë për 4 javë rresht, ose për shembull çdo ditë hapin një kuti nga kalendari i përgatitur që organizohen për shembull në shkolla oratore, por edhe në familje, ku lexoj një mesazh të vogël ose haj një çokoladë shishme, etj. Po, përse bëhet kjo gjë? Përveç se të ndizet një qirim dhe të hapim një kuti dhe të ham një çokoladë, çfarë është në të vërtetë koha e ardhjes? Fjala ardhje vjen nga një term latinisht adventos, që do të thotë të afrohemi pra ardhje, të ecim drejt diçkaje. Në fakt për ne katolikët e ritit romak korrespondon me 4 javë para festës së Krishtlindjes. Për ato të ritit ambrozian janë plot 6 javë dhe jo 4 javë. Çdo i krishter në këtë periudhë është i thirrur të përgatitet për ditën e madhe. Është pak a shumë sikur se jemi duke afruar para një evenimenti shumë të rëndësishëm për ne, si për shembull dita e parë në një shkollë të re, ose një takim mes dy të dashuruarve, dita e parë e punës. Aq më shumë të afrohemi, aq më shumë rritet pritja. Një pritje e jetuar në gëzim, por edhe frikë, por mbi të gjitha me shpresë. Dua të përgatitemi më së miri, të veshim rrobat më të mira që kemi, të kehim mirë, të vendosim pak parfum të mirë, të imagjinojmë se si do të shkojë takimi ynë i parë. Pra përgatitemi se çfarë do të themi, të gjitha këto për të mbërritur në ditën e madhe sa më të përgatitur të jetë e mundshme. Ja, pra kështu është edhe për ne të krishterët. Koha e ardhjes është shumë e rëndësishme, sepse është një kohë që na ndihmon të përgatitemi më së miri për ardhjen e Jezusit fëmijë, pra ardhjen e birit të Zotit në mesin tonë. Dhe kjo për ne është një ditë shumë e madhe që ndryshon jetën e gjithë njerëzimit. Zoti që vendos të bëj njerëzimit një dhuratë, dhuratën më të madhe, pra të dërgojë birin e tij të vetëm për të shpëtuar të gjithë njerëzimin. Ku ka dhuratë më të madhe se kjo? Ja, më thoni ku ka? Dhe për këtë ne muritet të përgatitemi që të na gjej gati. Ne zakonisht vendosim drita, zbukurime të ndryshme, bëjmë pemën e Krishtlindjes, betlehemin etj. Por mbi të gjitha, koha e ardhjes duhet të na ndihmojë të përgatisim zemrat tona, sepse lindja e Jezusit për besimtarët është një dhuratë dashurie, Zotit që dërgon birin e tij të vetëm në mesin tonë për të na bërë të ditur që ai na do shumë dhe që do të na shpëtojë. Shpesh ndodh që jemi të shpërqendruar, të zënë me 100.000 punë dhe angazhime dhe rrezikojmë ta mos e vëmë re të dhurat madhe që Zoti një dhe na bën. Në përkisha çdo të ditë të kohës së ardhjes ndizet një qiri nga kurora e kohës së ardhjes, një kurore përbërë nga 4 qiri, të cilët përdoren për të shënuar kohën drejt Krishtlindjes dhe për të na rikujtuar që është gati për të ardhur dita që mund të ndriçojë gjithë botën. Koha e ardhjes pra është një kohë pritje, gëzimi, paqeje, shprese, është një mundësi për të krishterët të vendosin në qendër të jetës së tyre Jezusin fëmijë. Faleminderit që shikuat edhe këtë video dhe do të takohemi në videon e radhës me simbolikën e pemës së Krishtlindjes. Ju lutem përgatituni mirë për të pritur Jezusin fëmijë në zemrat tuaja. Ciao, mirupafshim!